Ja tek Pylli i Fazanëve me miqtë tim më të ri me drerat këtu, ku era parë që po shikoj drerë dhe sorkave, ku vite më para kësa ngran nga njerëzit, por sot ruhen në këtë pyll ku janë vendosur të një kafaz të madh. Ndryshe nga kopshti zoologjik i Tiranës, këtu janë dhe lëshuar dhe kanë një hapësirë të konsiderueshme, ku mund të lëvizin, mund të bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Drejt e malit që kanë dhe paqësor, shiko. Shumë të bukur, shumë. Dreri? Shumë të veçantë, shumë të veçantë. Jo, e kemi gjatë.